mërë, si po ju duket? E kam humbur të ky prime do jem kështu, duke ndjekur thjesht si po shkon në çapo ndodh, të tjetër do jem aktiv siç jam tek Bigu. Kjo moza është gjigante. Unë do të ekzistoj vetëm një kanal për mozën. Romir Zalla, Polici Portokallis. E jashtëzakonshëm që ty të karakterizonte jashtë kamerave. Si ju duket? Jo në Se me këto humoristët e diku ngecun që këto që bëjnë humor të gjithë. Përmbash një udhtim dhe shpresoj shumë uroj me gjithë zemrën që si shpejt. Që ty të karakterizon që e ke natyrale, ke të lindur. Po për shembull vjet tek ferma, kush ishte bre? Eraldi. Veti goxha, po Akil, kam dashur që të shohim. ma zhbiri lo pa këtë punë. Ja, me këtë punë, po... Ju dëgjova që ishit të dyja single. Si mendoni, a do ketë një farë fermerit lezetshëm këtë vit, apo? Arbana jashtë edhe është bë keq, jo mo këtu tash. Nuk e di tani. Hajde re qëlloj, hajde! Ai more ti. very patën. Patën e ke shoqe, a ke shoqe? Patën bëje shoqe vetë, moj, po unë pa. Pata është për vetë, për të unë gra, nuk është për shoqe. Jo, me që të fërë për ne. Patën shoqe, në gjeni këtore. Hajtë shoqe. Jonida Malishi. Mirëmbrëma dhe mirëmëngjes në fakt, se jemi në orën e para të mëngjesit. Edhe pse e Nuk më dija. besohet akoma, do me thënë, kur më pyesnin njerëzit, se kishën dëgjuar tash e theme që do jesh ti, a do jetë Jonida, me vete thoja, do ta besoj vetëm kur ta shikoj. Dhe realisht nuk më besohet akoma që ti ke zgjedhur të bëhesh pjesë e fermës VIP. Jam shumë e lumtur. Edhe unë vetë nuk e besoj. Jam shumë emocionuar, më dritën këmbët, nuk di. Mendoj që është një eksperiencë që nuk e kam provuar kur ndonjëherë më parë. Jam shumë entuziaste, por edhe friksuar njëkohësisht. Çfarë të frikson?